Edhe për këtë arsye nuk duhet me e shpërfill këtë kohë që keni në disponim. Edhe zakonisht njerëzit kur kanë lehtësime në shkollim, në studime, e shpërfillin atë. Për shembull, të kalumen kanë qenë udhëtimet e vështira, kushtet e vështira, njerëzit kanë qenë më shumë të dhënë pas diturisë, më shumë të pasionuar pas mësimit. Tani kemi kushtet më të lehta dhe më të mira, mirë po na mungon vullneti për të lexuar, për të studiuar, për të përgatitur për provimet. E këtë fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ne metani maghbun fiha kathiru min nas, dy dhunti shumica e njerëzve i përbuzin ato. Citin ato? As-sihhatu wal farag, shëndeti dhe koha e lirë. Do janë dhunti në gjuhën arabe, gubën i vjen kur e ke një pronë me vlerë e ti e nënçmon. Ja hum vlerën treg. Për shembull, e ki një mall që kushton, supozojmë, 1000 euro, e ti e shet për 100 euro. E kësaj në gjuhën arabe i thot gubën, domthonë shitje me humbje. Më po humbjen e ki jo reale, sepse vlerë ka mallit, po ti nga paaftësia jote, nga moslehtësimi jot e shet shumë lirë. E shëndeti dhe koha e lirë janë pasuri të shtrenjta, të cilat ne, shumica për ne shfatkeqësisht i harxojnë shumë lirë. Çfarë do të thonë kjo? Do thotë, nëse kiti kohën disponim, e kalove në adhurim, i dha e vlerë. E kalove në studim, i dha e vlerë. E kalove në bamirësinë ndaj prindërve, i dha e vlerë. E kalove në punë për të përfituar diçka për të mirë zotë, i dha e vlerë. Për shembull, punon një ditë, i merr 50 euro, për shembull. Domthonë, koha që ke në disponim, me punën tonë u shndron në vlerë për 50 euro. Tjetri që është ekspert, punon një ditë e ka fitimin 500 euro. Tjetri që është ekspert i rallë, punon për një orë i fiton 5.000 euro. Tjetri që është ekspert edhe më i rallë, për një orë i merr 20.000-30.000 euro. E tani, kush e bëri dallimin e kohës? Mes atij që harxhon kohën kot, edhe atij që koha e tij një orë kushton me 10.000 euro. Dituria që e ka. Përvoja që e ka. Edhe andaj ju tani jeni kohën e nxënjes së diturisë, marrjes së diturisë, akumulimit të diturisë. Shfrytëzoni çdo minutë, çdo sekond për të lexuar, për studiu. Unë e di se sot është shumë vështirë me lexu dhe me mësu për shkak se ka shumë shkaqe të shpërqendrimit. Shkaku më i madh i shpërqendrimit janë çdo telefonat celulare që keni. Unë shkop atje studentëve u them, në Tetovë dhe shkop ku kemi konvikte studentore, u themi nëse doni të jeni student mirë, praktikisni këto telefonat që quhen smart, e merrni ato telefonat e thjeshtë vetëm për telefonat, pa aplikacione. Atë do jeni student shumë të suksesshëm. Përdesë e keni këta, ne I tham devil, domethënë fon, nuk është smartphone. Këta dreshnin që keni në xhepat tuaj, edhe va marrin kohën, edhe va marrin përqendrimin. Edhe ti s'mundesh të arrish suksese të larta. Sepse fatkeqësisht njëra prej tentativave që punohet sot në botë për ta bërë me njerëzit janë dy gjëra, sidomos nëpërmes rrjeteve sociale. E para, ta humbin vullnetin e marrjes së diturisë serioze dhe të vërtetë. Dhe andaj rrjetet sociale mbushen me fake informata të rrënjshme. Edhe kalon kohë derisa ta verifikosh ti a është e saktë apo nuk është e saktë. Sidomos kur e dinë na gjithë se edhe adresa fake ka plot. Adresa të rrënjshme ose të rreme që themi. Edhe kjo e humb gatishmërinë të njerëzit për të u informuar mirë nga burimet e veta, për të marrë një libër, për ta lexuar, për ta gjetur burimin e informatës, për ta verifikuar dhe për të angazhuar me informata të rëndësishme. Kjo është një. E dyta, rrjetet sociale e krijojnë edhe një problem tjetër, krijojnë varësinë nga shortcat. Instagrami, TikToku, YouTube, domethënë me scrollin e mëson njeriu që të merret me gjëra të shkurta, jo me gjëra gjata. Informatat e shkurta nuk ndërtojnë dituri. Informatat e shkurta janë instant informata momentale e para, dhe dyta janë fast food, ushqim I shpejt. Gjithë ju e dini se do thot këshilltarët për ushqim të shëndetshëm thënë sa më larg ushqimeve të shpejta. Sa ato janë dëmshme për shëndetin. Njëjtë edhe instant informatat, edhe informatat e shpejta
nuk kanë asnjë dobi, veç kanë dhënë. Ti mendon se din, realisht nuk din. Ju e dini se ignoranca është kategori. Ignoranca thjesht është mos dish se kjo është e bardhë apo kjo është e zezë. Mos ta dish këtë fakt, kjo është ignorancë. Mirë, po sot njerëzit vuajnë jo nga ignoranca e thjeshtë, nga ignoranca e komplikuar. Cila është ajo? Cila është ignoranca e komplikuar? Kur e din kundërtën e saktës, kur i thu kësaj e zezë, tani më kjo nuk është ignorancë, por është ignorancë e komplikuar. Ose i thu kësaj e bardhë. Kur i emëron gjërat me të kundërtën. E tani në shumicën e rasteve njerëzit janë të ndërtuar në ignorancë katëror. Edhe andaj detyra e parë jona është që njerëzit t'ua largojmë ignorancën në nivelin e parë, që kuptimet e shtrembruara t'ua kthejmë në kuptimet të drejta, e pastaj të shtojmë ato kuptimet të njerëzit. Ti mbushim me dituri të dobishme që të largojmë ignorancën. Rrjetet sociale e ndihmojnë me të madhe këtë fakt. Që të mbushin njerëzit me informata të pa verifikuar, informata të pasakta, e çndrohet ignoranca e tyre nga ignoranca e thjeshtë në ignorancë të komplikuar. Edhe që njerëzit të dinë gjërat në mënyrë të shtrembërt. Kjo është problemi i parë që ofrojnë rrjetet sociale. Problemi i dytë është humbja e gjallërisë ose saktësisë ose vërtetësisë së emocioneve. Emojit që përdoren në rrjetet sociale i përdorin të gjithë, realisht krijojnë një lloj munafiklloku, dy fytyrësie në emocione. Ti ja çon emocionin emojin në më thon duke qesh, aknena e shon. Ose e çon emocionin angri, domethënë i dhënum ose nervoz, aknena ti qeshesh. E kjo të krijon hipokrizi në emocione, në komunikim. Nëse ndodh një herë dy herë, kjo s'është problem, mirë, po kjo ndodh gjatë ditës me qindra herë. Edhe fillon bëhet pastaj kultura jona. Këndë kemi mungesë të informatave të sakta, jemi të mbushur me dezinformata, këndë kemi emocione të shkatëruara, edhe në anën tjetër neve na mungon edhe edukimi fetar, edhe lidhja me Zotin, edhe dituritë e mjaftueshme fetare, edhe dituritë shkencore, edhe kultura dhe edukata qytetare, edhe çka ndodh me neve. Realisht është një lloj tentative që mundohen njerëzimin ta shndrojnë në zombi. Njerëzit pa ndjenja, pa emocion, njerëzit pa ratio, pa kokë, pa mendje. Ku instinkti i ngrënjes dhe pirjes i mangjall ata. Keni pa ju filma me zombi sigurisht. Kone më herët kohën tonë, domethënë s'ka pas filma me zombi, tash kohën tuaj domethënë vazhdimisht prodhohen asnjë lloj filmash. Ju e keni pa domethënë çka i mban gjallë ata zombit, domethënë e mban logjikimi i gjërave, nuk i mban domethënë kuptimi emocionet e tyre, sa të s'kan, po vrapimi mas ushqimit. Edhe në përmes ushqimit ngelen gjallë. Kjo çka do të thonë, kjo është zombi, sipas analizës teme, është kuptimi më figurativ i asaj që Allahu në Kur'an thot, ata kanë zemra që s'kuptojnë, kanë sy që nuk shohin, kanë veshë që nuk dëgjojnë, ata janë si kafsh, madje më të këqij se kafsh. Këto zombit janë në niveli nën kafsha. Se kafsha për shembull ka instinktin, ka intuitin, po edhe ka dobin, se për shembull lopa, delja, kali, për shembull gomari, ja shef hajrin aty. Ama zombive domosdoshmë nuk shef asnjë dobi. E janë më të këqij se kafshët. E kjo që tentohet tani të realizohet është kjo. E na si të mbrohemi. Dituria e dobishme. Angazhimi me lexime. Lufta dhe përpjekja për të arritur sukseset të larta, jo për vetë suksese. Sepse jo për punën e lavdit edhe famës, po thjesht për të arritur suksese edhe në nivele të larta për ta marrë rezultatin e merituar, mbas një pune, mbas një angazhimi. Pastaj normalisht adhurimet janë shumë të rëndësishme. Adhurimet obligative ka shë Zotit, puna e namazit. Ajo është obligim i cili nuk duhet diskutohet si ta fali, kur ta fali, si ta. Ai duhet puna kryesore gjatë ditës është orari i namazit. Sipas orarit namazit e rregullojmë jetën tonë. Edhe alhamdulillah ju dini jeni studenta, por shumë ka mundësi ndonjëherë me pas problem për me fal namazin kohën e parë, po në pushimin e parë e fal, pa i kalu kohës, edhe kjo është pi urtësive të Zotit. Që Allah i madhërisht çdo namazit i ka caktuar kohë, fillimin dhe mbarimin e kohës. Që më dhon afat secili besimtar që me mujt me fal kohën e vet. Edhe afatet kohore për një namaz, alhamdulillah janë gjata, për shembull,
janë prej 5-6 orë në shembull sabah me drek, deri domethënë 1 orë e gjysmë akşam me yatsi. Dikon është 2 orë, dikon është 3 orë, dikon është 1 orë e gjysmë, po kryesore këtë namazë kanë. Në situatë të jashtëzakonshme, elhamdulillah, është lehtësimi i bashkimit të namazeve, po me rëndësi është që besimtari mos më lën kur namazin. Nëse ai e ushqen shpirtin e vet me namaz, mendjen e tij me lexim, emocionet e tija me jetë reale, jo virtuale, atë ai njeriu është normal. Sepse edhe mentalisht ka zhvillim normal, edhe shpirtërisht ka zhvillim normal, edhe në aspektin emocional ka zhvillim normal, edhe me ushqim, edhe aktivitet sportiv ka shëndet normal fizik, atër është tip-top. Nëse mentalisht nuk e mirë se s'lexon s'mëson, shpirtërisht e mirë se nuk adhuron Allahun xhelal, emocionalisht nuk e mirë se nuk jeton jetën reale, fizikisht nuk e mirë se nuk ushqehesh shëndetshëm dhe nuk merresh me sport, atëherë çfarë do bie ka prej tij. Andaj falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë situatë dhe gjendje, edhe jepni maksimumin tuaj që në këtë përpjekje juaj të jetë qëllimi kryesor të fitoni kënaqësinë e Allahut. E pastaj do keni ndihmën e tij. Të gjitha vështirësitë, edhe kjo është një pikë këshillave praktike para çdo provimi, pasi që të mësoni, e të lodheni, të angazhoni, të bëni dua. Mos të harroni Allahun. Allah më ndihmon, Allah leton, Allah më inspiro përgjigjet e sakta e pyetjeve. Lidhë zemrën tonë me Allahun. Se ky moment i varfërisë që e shpreh besimtari para Allahut dhe nevojës së skajshme për të është për momenteve më të dashura të Allahut. Pozita e shprehjes së dobësisë, mangësisë dhe nevojës tonë për Allah. E këtë sidomos për provimet tregone, shprehne. Nuk është se dikush mund të thonë, kjo për interes. Ti lut Allahun vazhdimisht, po s'prish punë ta lutësh edhe për provimet suksesshme. Pasi që kem mësuar gjithsesi. Pasi ja ke dhënë mundin. Edhe për fundon duat më treguar një trekansh suksesi i ndërtuar mbi porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë 3 hadithe që neve na ndihmojnë nëse punojmë sipas tyre, të jemi vazhdimisht suksesshëm. E para, të kemi aspirata të larta, të kemi ambicie të larta, të kemi qëllime të larta në jetë. Të mos mjaftohemi me pak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu 'ala al-jannah." Kur të lutni Allahun, lutni atë, kërkoni prej tij firdausin, sa është grada më e lartë e xhenetit. Ky hadith neve teoretikisht na mëson ta lipim në xhenetin që ka më të lartë, praktikisht na mëson që në gjithë segmentet e jetës sonë të synojmë më të lartën, gradën më të lartë mund të. Mos u mjafto me pak. Zakonisht synon 10. A 100 që janë të notat të ju. Ose me shkronja A. 10. Vazhdimisht synoj më të lartën. Edhe kur ta synosh më të lartën, çka do që vjen më pak është shumë. Ama nëse synon 6 apo 7, ti nëse merr më pak, ku do shkosh? Dhe humbish land, do humbish vitin. Andaj kjo është porosia e parë. Vazhdimisht syno, do thotë lartësirat më të mëdha, qëllimet më të mëdha. E dyta, angazhimet tona të jenë në kontinuitet, në vazhdimsi. Jo si e kemi zanat në shqiptarët, e kemi me hyjyme, domethënë ofanziva. E marrim një ofanzivë, e çojmë dikon, e nalim, lodhemi. E pastaj kur të na kujtohet, mas një muaji, edhe leximit e kemi ashtu, edhe sportin e kemi ashtu, shumicën e angazhimeve dhe aktiviteteve kemi të tilla. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson dhe thotë ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. E thotë Aisha radhiyallahu kana amalu nabi sallallahu alaihi wasallam dimatan. Punë më dashur te Allahu janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. E thotë Aisha, veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin kontinuitet, vazhdimsi. Andaj pak e vazhdimsi jep shumë më shumë rezultat se shumë e domosdoshmë sporadikisht. Shembull, nëse ti për çdo ditë mëson nga lënda përkatëse, nga pak. Kur të vjen dita e provimit, përgatitja e provimit është më e lehtë. Se sa ta losh krejt atë mësimin pa përgatit për javën e provimeve. Kur të fillosh me mësu javën e provimeve, i ki 2-3 provime, 5-6 të koklaviten informatat edhe kur del provim, do nuk di çka më shkojt. Andaj pak e në vazhdimsi është më mirë se shumë e herë pas here. Kjo është porosia e dytë. Dhe e treta, të mundohemi t'ja japim hakun çdo lëmije, çdo lande, çdo mësimi, çdo punë që e marrim përsipër. Kuptimin
të japim maksimumin e kualitetit në atë që e bëjmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu don që kur dikush për e bën një punë ta përsos atë. Çfarë ta përsos atë? Andaj jepja hakun punës, mësimit, angazhimit, detyrës, përgjegjësisë, çka do që merr. Nuk mundesh ti me lënë gjën për shembull rastësisht spontane. Shembull, unë sot kam qenë mysafir te xhamia e Dinëvarës. Për ditës që jam ftuar, unë kam menuar se çka kam me fol. Kam lezu, kam shtletu, kam përgatit. Se kam lënë rastësisht. Pse? Se kam amanet, se kam përgjegjësi. Edhe kur të vi para xhamatit, duhet të kem përgatitur diçka që të flas. E nuk duhet me lë vetes që të vinë para xhamatit, atë të flas për asaj që më kujtohet. Megjithëse gjithë na që kemi studiu edhe vazhdimisht merremi me ligjërata dhe me studime, kemi mjaft informata që edhe aty për aty mund ta përgatisim një ligjërat. Por nuk është korrekte me përgjegjësi. Nuk është korrekte me respektin ndaj nikoqirit që të ka ofru të jesh mysafir i tij. Ashtu edhe jonë, të gjitha lemit që merreni me to, edhe në sferën e qenurit student dhe mësime për provime, po edhe në angazhime tjera shoqërore që keni si student dhe përgjegjësit e juve si grup studentor, duhet t'u japin kualitetin e duhur angazhimeve të veta. Atëherë kanë pas sukses 100%. Do thotë, qëllimet e larta, vazhdimësia në vepra, edhe rritja e kualitetit të angazhimeve tona, ato kanë me dhënë sukses të domosdoshëm. Këtë porosi e kam treguar para shumë hoxhallarëve dhe dietarëve në botën arabe. Ishim në një seminar trajnimi dhe zhvillimi dhe kishte aty pjesëmarrës shumë profesor, doktor universitar, dhe na dhanë fjalën neve si pjesëmarrës nga vendet e Ballkanit, dhe unë e mora fjalën dhe dhash këtë këshill. Ishte një hoxh aty, Sheikh Salih Hussein, ka ndruar jetë Allahu mëshiroft inshallah. Ka qenë një burr i devotshëm dhe i ditur, ka qenë ministri i financave një kohë, pastaj ka qenë, do thotë, këshilltar edhe përgjegjës i dy haremave, ka qenë njëri domodin figurë e lartë. Kur ndëgjoj këtë këshill, i pëlqeu jashtëmase edhe më falënderoj për këshillën që dhash, megjithëse unë isha shumë i ri krahasim me të flas para 20 viteve domosdoshmë. Edhe mendoj se kjo është një recetë e sekretit të suksesit. Nëse e përdorim, gjithë na do jemi të suksesshëm. Allahu nuk ja u mundin askujt. Në fund, nëse na bim në një provim, mos fajsojmë as profesorin, as provimin, as fakultetin, as universitetin, po fajsojmë vetveten. Na sa kemi dhënë hakun mësimit. Se Allah është i drejtë, edhe askujt si bën padrejtësi. Po të kishë mësuar do kaloje. Po të dije do kaloje. S'ke mësuar, s'kalon. Nuk din, s'kalon. Pse se Allah është i drejtë. Nuk gjykon me padrejtësi ndaj askujt. Andaj bën rregull diete. Mos fajso tjetrin për dështimet tuaja. Fajsoj vetveten. Në Uhud, besimtarët e humbën betejën me idhujtarët. Fillim kishin fitore, pastaj në fund e humbën. Edhe Allah i madhëshëm e përmend në surën Ali Imran këtë rast, thotë dhe kur ju goditi ajo që ju kishte goditur më parë, kultum anna hadha, fat nga na erdhi kjo. Nga na erdhi kjo disfat, kjo humbje. U përgjigjet Allahu i madhëshëm kësaj dileme dhe i pyet thotë kul huwa min indi anfusikum, thua ju kjo ju erdhi nga vetë ju. Fajin lipet e vetja, mos e lipet e tjetri. Edhe kjo është rregulli i artë, që në gjitha zhvillimet e jetës sonë profesionale, akademike, të davetit, të organizimit, nëse dështojmë, mos e lipet e tjetri, fajin lipet e vetja. E kjo ka me të ndihmuar që ti të përmirësosh gabimet tuaja, të korrigjosh veten tënde, edhe të zhvillohesh. Megjithëse në raste të caktuara ka mundësi me qenë tjetër fajtor. Po faji ku është i joti sepse s'ke zbuluar se ata janë pjesë destruktive të organizimit. Ato janë pengesa, nuk faji është shky. Se ti je përgjegjës i një organizimit, edhe dikush tjetër e pengon atë organizim të bëhet më i mirë, do të kush faji jot si organizator, pse se ke zbuluar me kohë se ata janë destruktiv, janë domodin pengues. Edhe përsëri kur e fajsojmë vetveten, ti avanson vetveten dhe në organizimet e ardhshme do të analizon pjesëmarrësit, i shef kush është konstruktiv edhe kush është do thotë destruktiv. Besoj që keni qartë fjalën konstruktiv, domodin ai që merr pjesë domodin aktive dhe bën zhvillim pozitiv. Dekonstruktiv është ai i cili domodin pengon edhe prish në organizime. E tash ku ta marrësh këtë përvojë në organizimin e ardhshëm, njëherë e selekton pjesëmarrësit,
i bën dallimin mes atyre që janë pozitive edhe atyre që janë negativ, edhe pastaj ata që janë negativ i largon nga përgjegjësia, edhe merresh vetëm ata që janë pozitive, dhe kjo ka me ndihmu pas sukses edhe më të mëdha inshallah taala. Nuk do me zgjat më tepër, ishte nder që u takom sonte në këtë mezhlis. E falenderojmë vllaun Ilirin që shpesh herë kur vim në këtu në Tiranë e ka gajlën tuaj, edhe ka dëshirë që takohemi me ju. Edhe unë të them shumë sinqerisht, kam shumë qejf, do thonë për mua sigurisht mos ishte fjalimi në xhami, ishte takimi veç me ju, do ishte më e preferuar. Se edhe unë mendoj në veten time se puna me ju, me rinin e popullit tonë, me studentët e drejtimeve të ndryshme, është punë me ardhmërinë e këtij vendit. Edhe nëse ju jeni të mirë si besimtar, nëse ju jeni të mirë si student profesionist në profesionet e juaja, jeni të dobishëm në organizimet e ndryshme shoqërore, atëherë ky popull dhe ky vend ka me jetu jetë më të mirë. Nëse ju nuk keni kualitetin në mësimet e juaja, nuk keni kualitetin në adhurimet e juaja, nuk keni kualitetin në organizimet e juaja, normalisht ka me vazhdu një njëjta situatë, një njëjtë avas, edhe gjithë na do e psojmë pastaj dhe do vujmë nga mos zhvillimi i shteteve dhe vendeve tona. Ju jeni ardhmëria dhe ju mund ta bëni ndryshimin nëse na normalisht ndërtojmë një infrastrukturë të dobishme edhe që u arreton juve procesin e ndryshimeve të mëtuqeshme. Zoti ju jap shëndet e bereqet e suksesin inshallah taala vazhdimisht. Allah i shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin. A ka me pyetje kush diçka? Unë fola shpejt, nuk e di a keni majtë men, që kam thonë, po diçka me majtë men, mirë është. Që 3 kanëshin e suksesit me majtë men, është mjaft, inshallah u tala. E le ti si thua, mirë është puna? Mirë duket. Ma mirë ku ka be, kështë e sa t'jenë të mirë ata. Po, mirë, alhamdulillah, dveshur mirë, të ushqim mirë, këtë me telefonat mirë. Valla po. Sabah akşam me thonë, alhamdulillah është pak. Po se seriozisht e kam, se më të bëha i kare, valla po. Ta në të mirat e Zotit, elhamdulillah. Një tjetër se rrit pak edhe ikën. Ti edhe ma mirë se rrit ma gjatë. Allah e shpërblet, Lazare.